Një prej paraqitjeve të fundit në publik të regjisorit e dramaturgut Adhej Gashi kishte qenë promovimi i plot 11 veprave të tij në vitin 2018. Ishte dëshmi se largimi nga skena në vitet 90, kur shqiptarët dëboheshin nga institucionet, nuk e kishte ndaluar misionin e tij, atë të shkruarit. E Gashi, i cili vdiq të shtunën në moshën 84 vjeçare, që e fjalë pak, modest, i urtë në këtë ngjarje. Ashtu edhe është kujtuar në mbledhjen përkujtimore në nderim të veprës së tij. Shenjat janë rikthyer në skenën e Teatrit Kombëtar të Kosovës, në atë që dikur ishte teatri krahinor popullor, e ku regjisori e dramaturgu i ndjer dha kontribut të çmueshëm në dekadat e para të kulturës shqiptare. Të hënën pasdite, një ditë pas varrimit të tij, familjar, miq e bashkëpunëtor janë mbledhur për ta kujtuar e nderuar jetën dhe veprën e tij. Fillimisht me 1 minutë heshtje, e më pas të mbledhurit dhanë duartrokitjet e fundit për të në sallën e teatrit, siç bënin në fund të secilës shfaqje të punuar prej tij. Ministri në detyrë i kulturës, Hajrullah Qeko, ka thënë se vdekja e regjisorit e dramaturgut Adhej Gashi është humbja e radhës e teatrit dhe artit shqiptar. Adheju i arsimuar jashtë vendit në kohë shumë të rënda për vendin tonë, solli në Kosovë një frymë të re të bërit art dhe qasje inovative në mënyrat se si mund të zhvillohet arti tek ne. Si aktor, regjisor, mësimdhënës, figurë transformuese në mënyrës se si radio mund të shërbej artit dhe kontribues edhe në fushën e muzikës, ai ka formsuar gjeneratat ndryshme në forma direkte por dhe indirekte. Jemi për jetë falenderues i jetës së tij kushtuar artit dhe kulturës. Donika Gashi, vajza e regjisorit e dramaturgut të ndjer, ka thënë se Adhej Gashi nuk u nda kur nga skena, se krijoi dhe besoi në art deri në frymën e fundit. Për ne si familje, kjo është një ditë e vështirë, por praninë dhe përkrahjen tuaj e ndjejmë si ngushëllim dhe nderim të madh. Jemi thellësisht mirënjohës për këtë organizim dhe për të gjithë respektin që japet kujtimit të tij. Sot, ne nuk jemi vetëm në dhimbje, por edhe të bashkuar në krenarin për veprën që ai la pas, një jetë e tërë e dedikuar artit, kulturës dhe krijimtarisë. Për komunitetin kulturor dhe për ne si familje, kujtimi i tij mbetet frymëzim. Ai nuk u ndo kur nga skena, deri në frymën e fundit shkroi, krijoi dhe besojnë në artin që e deshi me gjithë zemër. Kushtrem Mehmeti, drejtor artistik i Teatrit Kombëtar të Kosovës, që e ka organizuar mbledhjen përkujtimore, ka thënë se përtej një regjisori e autori, Gashi ishte njeri i përkushtuar ndaj teatrit. Një krijues që nuk e njohën ndarjen mes jetës dhe artit. Në kohët më të vështira, kur shqiptarët u dëbuan nga institucionet në vitet 90, ajo detyrua të largohej nga skena, por kur nga teatri. Sepse për Adhejon, teatri nuk ishte profesion, ishte frymë e ishte jetë. Edhe larg skenës, ai vazhdoi të shkruante, të ëndrronte, të mbante gjallë emocionin që vetëm teatri mund ta jepë. Në vitin 2018, kur paraqiti për publikun 11 vepra, ai dëshmoi se krijimtaria e tij nuk kishte pushuar asnjëherë, vetëm kishte pritur momentin për t'u dëgjuar sërish. Kontributi i regjisorit e dramaturgut Adhej Gashi mbetet pjesë e çmuar e historisë së teatrit dhe kulturës së vendit në përgjithësi.